Dhe për këto 5 vjetë na jemi akomodu mi diskutu çështjet e rëndësishme shtetënore, mi diskutu në mënyrë shumë jo serioze. Me qenë se jo seriozitetin e imponon pushteti. Pushteti e vendos mënyrën qysh një realitet politik diskutohet dhe interpretohet. Edhe nëse ki punë me një pushtet i cili sillet në mënyra pa parashikueshme, jo serioze, pa përgjegjshme, ti e sheh edhe vetë qysh analiza që ti e zbaton karshi një situatë e tillë fillon mu shëndru po ashtu në analizë pa përgjegjshme, jo serioze edhe sipërfaqësore. Për shembull edhe ne jemi zhytur në këtë? Po se s'kem qare me qenë se ti e ki problem me mu mundu me analizu ose mu mundu me vështru një realitet shoqënor duke mos e marrë parasysh ato që është ty ndodh. E ajo që ty ndodh është një cirkus. Edhe mirë po është cirkus të cilin shoqënia janë... Palasoja aty në cirkus? Po unë mendoj që fati janë ndodhet në duar të një garniture të kalamajve politik, të cilët nuk ishin desht, spaku edhe për nga aspekti moshor të konsiderohen tillë, mirë po zanati politikës me gjas nuk ish shumë punë me mosh, sa ish ndërlidhun me mendësi. S'është hera parë që po përshkruani kështu, pse kalamaj, pse ju po thoni të papjekur, pse? Po me qenë se, për shembull, na jemi posti ma publik përfaqësues në shtetin tonë, është duke u trajtu si sekret shtetënor. Funksioni i presidentit. Pra, i kemi ma pak se 72 orë. Kur na duhet me e pas të qartë, kush ka me na përfaqësu? 48 orë? 48. Pra, na jemi në situatë kur nuk e dim, fjalë për fjalë shumë kur kush prej nesh edhe kur kush prej skenës politike nuk e din emnin e personit i cili ka me na përfaqësu neve nga funksioni presidentit të shtetit për 5 vitet e ardhshme. E i kemi vetëm 48 orë mu marrë vesh ose mu kuptu kjo punë. Pra na jemi duke e trajtu në mënyrën më të pa përgjegjshme ose spaku skena aktuale politike, qeverise, udhëhecse, është duke i trajtu këto situata, çfarë është zgjedhja presidentit, çfarë është diskutimi mbi qëndrimi që kam i pas vendi, përfaqësimin, çfarë fushash. Na jemi duke i diskutu kinse bëhet fjalë për një quiz, kinse bëhet fjalë për një sekret absurd shtetënor. I dështoj kandidatura që e kishte ndërmend, pra Jasharit, po thot tash e disa, apo s'ka qenë asnjëherë? Ajo kandidatur me gjas është hedhë në publik vetëm si një lloj i spinit, pra si një lloj i përforcimit të një mesazhi qëllimi i cilit ka qenë vetëm vonesa edhe problematizimi. Për fat keq partia... Për të arritur çka? Po partia që është në pushtet është ndërtuar historikisht prej përpjekjeve për kundërshtim edhe për reakcion. Pra, logjika që i qeveris këta njerëz që janë aktualisht në pushtet, është logjike kundërshtimit, edhe e reaktivitetit, jo e proaktivitetit. Njerëzit e këtij pushteti nuk janë gjendje me sjell vendime. Këta janë të specializuar me problematizu dhe me kundërshtu vendime, jo mi sjell vetë. Këta, deri sot, shpaku është dëshmu që janë të gatshëm me sjell vendime të këndshme, ose vendime të leta. Shpërndarja e parave, sadakaja sociale, premtimet për rrogën e 13, këto janë vendime të leta. Për fat keq, në politik, njerëzit që udhëheqin vendin janë aty për shkak të vendimeve të rënda. Jo për shkak të vendimeve të leta. As ka bërë vendime të rënda, veprimet në veri të Kosovës, përplasjet? Shiko, veriu i Kosovës është shfrytzu si trampolin për me prodhu një emocion, jo për me prodhu një realitet. Realiteti institucional në veri të Kosovës është po ai i cili ka qenë edhe më herët. A është i njëjti? Po, nëse partia e cila konsiderohet që është
Spaku nga ana këtij pushteti konsiderohet që është entitet terrorist, çfarë është lista sërbe, e ka pushtetin e plot lokal mbi komunat e veriut. Edhe tash, ajo që dikush mundet me thonë është po prania e policisë është më e madhe. O shumë e vërtet që prania e policisë është më e madhe, mirë po sa do të ndikon prania e policisë në mënyrën që do të qeveriset, jo veç politikisht veriu, po dhe në mënyrën që do të ndërtohet, shembull të marrim organizimi edhe mobilizimi shoqënor brenda komunave serbe në të ardhmen. Qysh do të bëhet ajo? Edhe sa do të ndikojnë komponentet tona të sigurisë për me ndryshu shembull të marrim qëndrimin që ato komuna ose ai pushtet atje. Po thoni, asgjë s'është arritur me veprimet në veri. Është arrit efekt emocional ose efekt formal sa për përdorim medial. Mirë po në substancë nuk ka ndryshu absolutisht kurrgjë. Në fakt, gjendja është kthy aty ku gjithmonë ka qenë. Komunat cilat janë të banuara prej 90% serbëve e kanë pushtetin lokal të një partije cila është partia kryesore e komunitetit tyne. Na mundë me thonë çka do për atë parti, mundë me thonë që është dorë zgjatun e Serbisë, mundë me thonë që është entitet terrorist, mirë pa ajo po ashtu edhe një fakt. Nëse shkoni sot në ndërtesën e komunës, në cilën do për i komunave, sidomos në veri, keni mi pa njerëzit cilët janë pjesë e një entiteti politik i cili e ka pushtetin aktual, pavarësisht asaj që ka na thojmë. Pra, efekti që është prodhu edhe krejt kjo qeverisje e stilit aktual të partizëve të vendosje është qeverisje e diskursit, është qeverisje diskurzive, nuk është qeverisje me efekt real shoqënor. Efekti real shoqënor nuk po ndryshon vetëm pse fjalët jenë gjendje me i formulu ndryshe. Thënë këto, se të kthehemi edhe të çështja që po diskutojmë, pra konkretisht. Tash, pse duhet shkuar nëse nuk ka ndonjë shpërthim, ndonjë breakthrough në situatës, rrugdalje, pse duhet shkuar edhe një zgjedhje? Me qenë se nëse shkohet në zgjedhje... Se zgjedhjet i shkakton Zoti Kurti, se partit opozitare po i shkojnë me opcione. Absolutisht. Ato që i ka... Ta kemi qartë. Personalisht, mendoj që krejt blokade e vitit kaluam, përfshirë dhe krizën e sotme që është absurde, e ka origjinën e vetë drejt përse drejtit e partijave të vendosje edhe Zoti Kurti. Nuk ka aty ndonjë dyshim. Këto, që shme thonë, këto truqet mediale